në ZHBR-s dhe stafin e Ministrisë së Bujqësisë për të orientuar fermerët në mënyrë që këto masa të përshtaten edhe me agropikat që ne kemi terren për të aplikuar të gjithë fermerët në agropikat që ne t'i asistojmë në pjesën e aplikimeve të përfitimit të tyre dhe në 12 qarqe do t'jemi përsëri për t'i orientuar në masat që ne kemi dhe patjetër që në mënyrën e akshit digitalizimit të sistemit shumë shpejt ja kemi çuar programin për ta edhe në sistem në mënyrë që çdo fermer të aplikojë nëpërmjet edhe nëpërmjet agropikave tona, por edhe nëpërmjet telefonit apo procedurave që ndiqen online çdo fermer që mund të aplikojë pranë AZHBR-s. Shumë shpejt do të jemi gati dhe brenda pak ditësh do të jemi edhe për hapjen e thirrjes në mënyrë që fermerët aplikojnë si çdo vit që kanë pas një aplikim, mund të themi, të përvitshëm, edhe skemat e reja që kemi vendosur edhe për të rinj dhe për masat që unë përmenda pak më lart. Vitin e kaluar kemi pas një shifër rreth 330.000 ton në eksport, duke pasur parasysh që mbështetja cilën ne kemi në masë më të lartë mbrojtjen biologjike, por edhe serat dhe të gjitha masat e tjera që kemi në skemën kombëtare, do të jetë një numër akoma më i lartë për shkak të interesit që ne, unë po ju marr një shembull. Vitin e kaluar më sa kam marrë detyrë kam qenë në Kafaraj në Hoxhaj të Poliçanit. Aty kemi gjetë një shifër për 40 hektarësh mbrojtje biologjike në sera. Dhe tani kemi 55 hektar për një kohë më pak se 6 muaj. Pra një rritje rreth 15 hektar në mbrojtje biologjike. Dhe masa e cilën ne kemi vendosur tashmë në 70% të kostove të procedurës të mbrojtjes biologjike do të vazhdojë të mbështetet edhe do të rritet jo vetëm në këtë masë, por edhe në masa e tjera, të cilat është edhe 50% e mbështetjes së serës apo kostove të serës. Pra kemi një numër në rritje edhe në sera, por edhe prodhimin e frutorëve dhe prodhimet të tjera që ne kemi në këtë sektor. Dhe jam shumë i bindur që në këtë drejtim, cilën ne kemi vendosur të skem, është një skem gjithëpërfshirëse, është një skem ku shkojmë drejt Bashkimit Evropian me të gjitha masat, por edhe e konsoliduar, mendoj që në vitet në vazhdim të jetë një masë ku ne të ndryshojmë pjesën e mbështetjes, pra të aplikimeve që do të kryen midis për shembull mund të themi nga 10.000 lek do 12.000 lek për gjedhin që e kemi rritë në këtë vit dhe mund të shkojnë më një shifër akoma më të lartë mbas mbështetjes që ne do t'i kryejmë nëpërmjet buxhetit të ri në vitet në vazhdim. Djamila Leka nga Televizioni Skan. Zoti Ministër, si do të ndihmohen fermerët për shkak të rritjes së kostove të fertilizantëve, rritjes së kostove të inputeve dhe nga ana tjetër duke qenë se jemi në një sezon mbjelljesh, duke bërë këto rritje si të fertilizantëve, si të inputeve e të tjerë, si do të mbrohet fermeri shqiptar në këtë situatë, duke qenë se nëse rriten kostot për ta, është zinxhir dhe do të ketë rritje të kostove edhe për konsumatorin. Faleminderit. Ne këtë vit kemi hapur, siç ju e dini, 10% faturimin e tyre. Kjo është pjesa e mbulimit të kostos që ata kanë. Dhe në 10% të çdo mbjellje apo në çdo faturim që ata do të kryejnë, që do të depozitojnë pranë nesh, është një pjesë e mirë që nëse një fermer sot depoziton 10 milion lekë të reja në
pjesën e tatimeve, pra drejtorive tatime, do të marrin në shpërblim, pra në faturën e tij që është 10 milion lek, 1 milion lek në llogari. Është shembulim shumë i mirë i kostove dhe gjithë produkteve të cili ai përdor në fermën e tij. Nuk ka qenë më parë, është një masë që ka filluar nga janari dhe i bëj thirrje edhe një herë të gjithë fermerëve, duke qenë se kanë një sezon tashmë të produkteve të tyre drejt tregut, qoftë vendas por edhe ndaj tregut europian, të marrin autofatura dhe t'i depozitojnë pranë tatimeve për t'u mbështetur ndaj qeverisë me masën 10% të produkteve të cilat ata përdorin në terren. Flasim në një situatë krize që është e paparashikueshme, sepse ju thatë që është vendosur në janar të këtij viti, por keni një plan B? Pra, kjo është një masë e cile ne e kemi vendosur për të gjitha produktet të cilët fermeri sot përdor në fermën e tij. Dhe kjo është mënyra të cilët ne kemi mbështetur. Përveç se masave të cilët do të aplikoj me të gjitha kërkesat dhe mbështetjes që ne kemi dhënë buxhetore ndaj gjithë përfshirëse, mund të themi, sepse këtu në këtë skem përfshihen të gjithë fermat apo fermerët të cilët janë në territor. Duke pas parasysh edhe masat e reja që ne kemi vendos mbaj kërkesave të tyre për të mbështetur fermerët të cilët kanë qenë mbase të pambuluar në vitet e kaluar, por tashmë mbase reflektimit dhe të gjesave të tyre kemi mbështetur dhe kemi fut në gjithë ato çfarë kemi diskutuar me ta.